Ju falenderit për pyetjet, së pari nuk është kurrfarë obligim me që të sigurohen gjashtën e nënshkrime. Tentimi i dytë për bindjen tonë fuqishme përveç se drejt është edhe obligim, në mënyrë që të bëhet çmos për të evituar zgjedhjet e reja. Është dëm i madh nëse detyrohemi të kemi zgjedhje edhe në dhjetor edhe në prill. Prandaj edhe sot ne dërguam tek zonja presidente e Republikës, Vjosa Osmani, emrin e Glau Konjufcës, ish kryetarit të kuvendit, nën kryetarit të parë të subjektit ku unë jam kryetar, që të bëjmë edhe një tentim për formimin e qeverisë, në mënyrë që mos të ketë dy palë zgjedhje për pak muaj, dhe përveç kësaj, me qenë se opozita po thotë se kurse si nuk pranon të votoj buxhet të qeverisë në detyrë, ndonë se ne e kemi bërë këtë kur ishte kryeministër Abdullah Hoti, atëherë ja leta kemi një qeveri e cila nuk është më në detyrë, po e votuar në Kuvend të Republikës dhe leta kalojmë buxhetin. Po të ishte parakusht gjashtën e nënshkrime që të tentohet herën e dytë të formohet qeveria, nuk do të kishte pasur kuptim afati 15 ditor i cili ekziston për herën e dytë. Sepse me gjashtën e nënshkrime, po të njëjtën ditë e kalon qeverinë. Sa vota janë saksisht mund të merret vesh se në seancë plenare. Ndërka që është dëm i madh, jo vetëm për autoritetin e Kosovës, por për 300.000 pensionistë gjithsej që marrin nga buxheti i shtetit. Nga buxheti i shtetit merren edhe subvencione për fermer, merren edhe mbështetje financiare për ndërmarrës. Pastaj janë shtesat e rritura për fëmijë e pa numër efekte të tjera të dobishme për shoqërinë tonë, nga të cilët qytetarët do të jenë të privuar. Prandaj kjo është një shans unike që të kemi qeveri dhe në të njëjtën kohë të kalohet buxheti për vitin 2026. Mos harroni që kur kam ardhur në detyrë, buxheti në vitin 2021, që e kemi trashëguar për të tjerëve, ka qenë 2.4 miliard euro. Në vitin e ardhshëm buxheti është 4 miliard euro. Për 2/3 është më shumë se sa para 5 vjetëve. Nuk është kollaj të gjeni një shtet të cilët i rritet buxheti për 2/3 brenda 5 vjetëve. Kur kam ardhur në detyrë, bruto produkti vendor i Kosovës ka qenë 7 miliard. Vitin e ardhshëm 12 miliard. Mbi 70% rritje. Të hyrat e planifikuara sipas duetit Abdullah Hoti, Hykmete Bajrami për vitin 2021 kanë qenë 1.89 miliard euro. Të hyrat e planifikuara sipas duetit unë dhe Hekuran Murati për vitin e ardhshëm janë 3.64 miliard euro. Pra pe 1.89 miliard euro në 3.64 miliard. Gati 2 fishim. Për vetëm 5 vjetë kemi gati 2 fishim të hyrave buxhetore. Kjo është e jashtëzakonshme. Por le ta miratojmë këtë buxhet dhe rritjen ekonomike ta gëzojnë edhe qytetarët. Prandaj, nëse nuk e duan një buxhet me qeverinë detyrë, le ta kemi një qeveri fuqiplot, ndonsa e mund mos jetë edhe për te prillit, por le ta miratojmë buxhetin, planin e rritjes bashkimit evropian dhe shumë gjëra të tjera të nevojshme për shtetin tonë. Tash, sa i përket mandatarit të ri, në tentimin e dytë, Glau Konjufca i ka që të gjitha votat që i kam pasur unë. Ju e dini që me datën 26 tetor, në Kuvend të Republikës, unë i mora 56 vota, nga 61 sa është minimumi nevojshëm. Ato 56 sigurt i ka edhe Glauku, ndoshta edhe merr ndonjë më shumë. Më pak nuk mund të marr. Prandaj është e pafalshme nëse nuk tentohet. Domthon maksimumi im që u dëshmu me 26 tetor është minimumi i Glaukut. Prandaj le të përpiqemi maksimalisht që ta formojmë një qeveri e të ecim përpara. Sa i përket koalicioneve qeverisë me këto partit, unë nuk shoh kurrfarë mundësia teorike më, për shkak të mos bashkëpunimit të tyre. Kemi shkruar letra, na janë përgjigjur publikisht, na kanë thënë që as nuk takohen, dhe në këtë atmosferë
kaq të intoksikuar nuk po shoh se si mund të ketë bashkëpunim midis partive. Por nëse mund të krijojmë diçka elementare dhe le të jetë edhe e përkohshme, atëherë është shansi që këtë ta bëjmë nëse ekziston minimumi i vullnetit politik. Ju e dini shumë mirë që ndaj meje për një kohë të gjatë nga elementet të ndryshme opozitare është ndërtuar një urrëtie hibride, do ta quaja. Por ja që nuk jam unë tashmë aty, tash kanë dikë tjetër dhe le ta dëshmojnë që e kishin vetëm me mua dhe le ta dëshmojnë që interesi shtetëror është mbi atë partijak. Ajo çfarë ka ndodhur, besoj unë, është një padrejtësi ndaj subjektit politik lëvizjave të vendosje ku unë jam kryetar, po për neve kjo është çështje dorës dytë. Për neve dobia për shtetin është një rëndësie më të lartë se sa padrejtësia ndaj vetëvendosjes.